Kryeministri Berisha nga përurimi i rrugës Molla Selit Frashër nga Elbasani u ka premtuar punonjësve të administratës se duke filluar nga dhjetori, do të fillojë rroga e 13 me qëllim përmirësimin e mirëqenies së tyre familjare. Ne do mbrojmë ju siç ju kemi mbrojtur gjerë sot. Ne për të përballuar çmimet kemi dyfishuar pensionet në fshat. Kemi rritur me 80% pensionet në qytet. Kemi rritur me 120-150% rrogat e mësuesve, rrogat e arsimtarëve. Ne do vazhdojmë të rrisim rrogat dhe këtë vit. Dhe u premtoj të gjithë punonjësve të administratës, rrogën e 13, duke filluar nga dhjetori që vjen. Më herët Berisha nga Gramshi ka premtuar se në 4 vitet e ardhshme të qeverisjes së Partisë Demokratike do bëjë të mundur rritjen e punësimit, duke u bazuar në vazhdimin e ndërtimit të infrastrukturës dhe rritjen e investimeve të huaja. 4 vitet që vijnë të bëjmë gjithçka për punësimin tuaj. Ne kemi një plan për punësimin dhe shqiptarëve. Plani ynë bazohet në vazhdimin e ndërtimit të infrastrukturës më moderne. Pra ne bazojmë punësimin në tërheqjen më të madhe të investimeve të huaja në Shqipëri. Ai rrëzoi edhe një herë projektin e Partisë Socialiste për heqjen e tatimit mbi vlerën e shtuar për produktet bazë. Kreu i qeverisë konfirmoi edhe një herë se me heqjen e këtyre taksave do të rënohet biznesi vendas.